A duhet të pish vezë për një organizëm super të fortë? E vërteta që duhet të dini. Ideja e pirjes së vezës mund të mos u pëlqejë shumë njerëzve, por vezët konsiderohen një prej ushqimeve më të plotfuqishme kundër plakjes. Përfitimet e pirjes së vezëve të pagatuara janë të larmishme. Sfida qëndron te gjetja e vezëve organike, pra të prodhuara nga pulat që janë ushqyer në fusha në ferma natyrale. E vërteta është se gjatë gatimit vezët humbasin disa prej ushqyesve të nevojshëm për trupin. Veza ofron një spektër të gjerë dhe të balancuar të përfitimeve siç janë proteinat, yndyrna dhe ushqyesit. Veza, përveç energjisë për organizmin, ajo ndihmon në tretjen e lehtë të falë enzimave natyrale që gjenden te bardha e saj. Por në shumicën e rasteve, veza mund të cilësohet e sigurt për të konsumuar ashtu siç është, por në disa raste gatimi i saj duhet jetë parësor. Sistemi imunitar do të reagojë menjëherë ndaj vezës, ndaj duhet ta bëni atë provë në sasi të vogla dhe nëse jeni alergjik mos e konsumoni dhe vezën duhet ta konsumoni sa më natyrale nga ferma të cilat kullosin pulat e tyre në natyrë.